nëse një qytetar llogarit të udhtoj nga Tirana në Durrës ose Durrës-Tiranë me automjetin e vet, ka një kosto të lartë për ato 34 kilometra rrugë midis Tiranës dhe Durrësit. Sepse nga studimet paraprake shihet që janë rreth 31% e qytetarëve që do t'i përdorin, mes tyre 47% janë familje me fëmijë, 24% çifte. Keni arritur të krijoni dhe statistika dhe pyetësor se sa do ta përdorin familjet shqiptare linjën e kurorëzore. Në Durrës, persona që punojnë në Tiranë çdo ditë janë 5.000 deri në 6.000 vet. Të shtosh tu disa mijëra vet që janë student që studiojnë në Tiranë. Por edhe anasjelltas, mund të ketë student nga Tirana që studion në Universitetin e Durrësit, apo banor të Tiranës që punojnë në Durrës. Do vinë më shpejt, kosto është më ulët, trafiku jo. Që do të përdorin trenin çdo ditë. Në këtë pikpamje treni ka dhe avantazhe të tjera, sepse nuk krijon vonesa. Në raport kur ti nisesh për në Durrës, ti nuk e llogarit dot kur mbërrin, sepse trafiku të bën ty të pamundur llogaritjen e orës së saktë kur ti mbërrin në Durrës. Ndërsa kur nisesh me tren, tabelat e trenit përveçse janë të afishuara dhe ti e din saktësisht kur niset, e din edhe saktësisht se sa mbërrin, dhe shpeshherë kanë kërkuar edhe stacione më të shpeshta, gjë që s'është e mundur, sepse treni ka një farë shpejtësie midis 80 dhe 100 km/h që duhet të marrë shpejtësinë dhe të ndalojë. Në këtë pikpamje nuk është e mundur të realizohen më shumë stacione se sa që u përmendë këtu dhe janë të parashikuara.